Çdo ditë më shumë ne vërtetojmë se jemi një popull idiot. Ne jemi njerëz të zgjut. Ne shkatrojmë veten. Ne jemi shumë paradoks. Sot për shifja videot e protestave që bëjnë shqiptarët e Maqedonisë, se nuk lejojnë slavët Maqedonës që mendohet sikur janë shumicë në shtetin e Maqedonisë Veriut, që të flitet shqip edhe pse shqipja është gjuhë zyrtare. Edhe kur shoh videot përfshi edhe vitet të gazetarëve shqiptarë, si Blendi Fevziu, më vjen keq për veten, se ne dëshmojmë që ne jemi një popull idiot. Ne do humbim gjithmonë argumentin tonë, se ne nuk dim ç'flasim flasim. Për shembull, i adresojmë slavët si Maqedonës edhe veten si shqiptar. Pra slavëve i themi Maqedonës, kurse vetes sonë i themi shqiptar. Edhe kjo tregon se sa idiot, sa psikopat, sa popull koti jemi në shqiptarët. Ore që s'duhet ta përdoret na lejojnë gjuhën shqipe fare me këtë idiotësisëm që tregojmë. Maqedonia, ne mendojmë, ka qenë gjithmonë para se të krijohet ky shtet i sotëm artificial. Me Maqedonës shqiptar dhe slav, ka qenë gjithmonë Maqedoni. Ka qenë në kohët e lashta. Edhe ne mendojmë që ka qenë një popull i lirë, kurse grekët mendojnë që ka qenë një popull grek. Edhe si popull i lirë ka me gjithë prapë aty shqiptar, por që ka një numër të madh slav, që prapë do të jenë i lirë, shumica atyre që u slavizu në kohën e kur shteti bullgar pati sulmu dhe pati përshtu dhe pati kolonizu, nuk është fjalë tamam, po e pati fut në martërinë e vet Maqedoninë. Tashti, ne themi që Aleksandri i Madh i Maqedonisë natyrisht ishte i lirë, edhe ishte. Jo slav, jo grek. Ishte i lirë. I lirë nga baba Filipi, që ishte nip nga Ankeledet, edhe nga nona Olimpia, që ishte nga Molosët, nga Piri. Pra, Maqedonia ka qenë gjithmonë i lirë, që sipas mendimit perceptimit tonë shqiptar. Slavët nuk ekzistonin. Shteti sot ekziston. Shteti Maqedon, Maqedonia Veriut. Në Maqedoni ka slav, në Maqedoni ka vendës shqipfolës, maqedonësit e vërtet, që kanë qenë gjithmonë maqedonësit e vërtet janë i lirë, që do thotë shqiptarët, por ka dhe slav. Këto pëtënonës që na majnë neve për intelektual, këto dalin edhe na i quajnë slavët Maqedonës, kurse neve nesimi Maqedonës, ne jemi shqiptarë. Nonën, mor idiot, mor psikopat, mor langaraq, mor njerëz të poshtër, mor fliqësira, duke filluar që nga gazetarët, politikanët, çka janë këto, që slavët na i quajnë Maqedonës. Një veten e quajmë shqiptar, një pjesë që s'kemi të bëjmë fare me Maqedoninë. Kjo është turp. Kem çmend sa më gjoka ju përshtet.